Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 14 mars të 2025. Gëzuar ditën e verës. Kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë, edhe në Mars po deshët. Gëzuar gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Tani, flasim për këtë ditë, në fakt një ditë e shënuar për shumë gjëra, por e veçantë në llojin e vet. Kemi pikërisht data 14. Vetë fjalë për eklipsin e parë të këtij viti, ku është një eklips i vështirë dhe ngadonjëherë i pamëshirshëm në ndikimet dhe ndryshimet që ndodhin. Duket se ky është një eklips hënor të bushet virgjëresh shpesh, me Uranin që merr pjesë në këtë kënd pozitiv me 3 këndësh në kundërshtim me Saturnin dhe Neptunin. Që ndodhet tek Peshqit, studimtari i eklipsit është Mërkuri, i cili përgatitet të kthehet në retrograd. Energjia e virgjëreshës nxjerr në pa fushat që ka nevojë për rregullime, ndryshime, vendime në sektore të ndryshme të punës apo të karrierës. Në një farë mënyrë me këtë hënë të plot të eklipsit hënor, duket se disa gjëra në çështje profesionale apo në çështje të tjera për ditëshmërinë tonë, duket se jemi gati për të zhvilluar ose për të përfunduar një çështje financiare, një çështje ligjore, një problem që mund të kemi. Të gjitha këto mund të ndryshojmë, rregullojmë sot. Ashtu siç edhe eklipsi i hënës së plot dhe mund të krijojë disa pak strese në çështjet e punës së karrierës, por zakonisht eklipsi hënor i hënës së plot do të thotë që krijon disa fenomene në nivele meteorologjike, geofizike, paqëndrueshmëri apo gjëra të natyre. Por pak vëmendje duhet bëjnë binjakët, virgjëreshët, shigjetarët, peshqit të 10 ditëqit të tretë, ose ata që kanë planetë në këto shenja.